dushe vaginal kanë farmaci me atë si tullumbace dhe ai tubi. Atëre, neve mund të marrim, për shembull, një femër do ta përdori për një mirëmbajtje. Për shembull, një lugë gjelle kamomil, një lugë gjelle rigon, këto gjende në çdo shtëpi pa diskutim. Mund të hedhim edhe një dorë me sherebel. Edhe kjo është bimë mbar kombëtare. Ja u përdor ky çaj. Po nëse kemi edhe kalendul dhe e shtojmë, ne do të bëjmë vetëm këtë llogari, gati një lugë gjelle me bimën në 150 ml ujë. Kjo mendoj unë është e mjaftueshme. Nuk bëjmë ndonjë mëkat ose ndonjë dëm aty brenda, absolutisht. Femra do ta shikojnë që ajo nxjerr në mënyrë të vazhdueshme pa pastërti. E kuptova. Po këto dushet vaginale që kam dëgjuar që bëhen edhe me praninë e sodës ose një sodë të rritur në ujë? Mundet ta hedhim, po jo shumë, sepse ne nuk duhet të prishim pH-in aty. Aty në përgjithësi është një mjedis acid. Pra, nëse do të hedhim afërsisht një lugë kafe me sodë buke, unë e kam provuar, bëjmë një ujë me mjedis bazik, po është afër pH-it 7. Nuk është më shumë dhe më prish aciditetin atje. Që do të thotë, ky çaj që futet nga poshtë, mundet që të marrisi pak mjedisin acid. Po nuk e lë 3.5 ose 4, po e çon afër 5-s. Bukur shumë, është përsëri mjedis acid. Se pastaj të tregojmë edhe sa të shpeshta duhet të jenë, ose çfarë problemesh dhe efekte sjellin dushet e shpeshta vaginale. Jo, ajo nuk duhet të përdoret shpesh. Mund t'japim ndonjë mesazh të gabuar, pra nëse jo, patjetër, ajo përdoret një dush vaginal nëse kemi një shqetësim apo siç e thash edhe një herë pas një cikli menstrual ose po, sidomos pas ciklit, ajo mund të përdori një herë ose dy, kaq është e mjaftueshme. Kryesisht nga jashtë mund ta përdori ndoshta edhe një herë në ditë. 5-6 ditë, sidomos kur ka shqetësime. Por nëse kjo do të ndijej për shembull tharje vaginale, vështirësi gjatë marrëdhënieve seksuale, ato rrjedhjet me erë të keqe e kështu, atëherë kjo shplarja duhet të bëhet çik më e shpeshtë, një herë ose 2 herë në ditë, mund të bëhet 7 deri në 10 ditë dhe sigurisht të shkojë tek një laborator për të parë çik se me çfarë kemi të bëjmë. E kuptova. Thjesht bëj një sekrecion, një mbledhje të sekrecioneve, qartë. Kaq kishim bërë dushin vaginal, pra edhe një herë me çajin e kamomilit, me rigonin, duke shtuar edhe pak kalendul, to të treja nëse i kemi, po ose edhe sherebelën. Po. Hedhim 600-700 ml ujë, një gotë nga këto mund ta përdorim për shplarje gjatë ditës, 2 gota ose 3 mund t'i përdorim